Pedagogët e Universitetit të Arteve kanë ngritur shqetësimin se njohja e titujve të rinj akademike miratuar që në qershor të vitit 2024 nuk është reflektuar në praktik, duke mbetur sipas tyre vetëm një vendim formal. Në një deklaratë për mediat këtë të njëjtë, ata theksuan se pavarësisht njohjes së titujve nuk kanë pasur asnjë ndryshim në pagesa apo në statusin e tyre administrativ. Sipas pedagogëve, situata bëhet edhe më problematike për shkak të kërkesës për ndjekjen e doktoraturave, të cilat ata i konsiderojnë të kushtueshme dhe të papërshtatshme me profilin artistik të institucionit. Ata theksojnë se kjo krijon një kontradikt të qartë, pasi nga njëra anë njihen tituj bazuar në praktikën artistike, ndërsa nga ana tjetër kërkohet ndjekja e një modeli klasik akademik. Pedagogët shprehen se prej më shumë se 2 vitesh nuk kanë marrë një përgjigje të qartë nga institucionet përgjegjëse, duke cilësuar këtë situatë të zgjatur dhe të papranueshme. Sipas tyre, kjo ndikon drejt për drejt në cilësinë akademike dhe funksionimin e Universitetit të Arteve. Në mbështetje të tyre është rreshtuar edhe sindikata e pedagogëve. Pedagogët paralajmërojnë se në mungesë të një zgjidhje nuk përjashtohet edhe bojkoti i procesit mësimor.